Vora ka qenë një nga pikat e nxehta në këto zgjedhje parlamentare të 11 majit. Gjithçka nisi në orët e paradites kur sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, u përplas me një grup qytetarësh në qendrën e votimit në Vorë. Një prej tyre u identifikua si Berxha Bafti, familje shënjestruar nga kryedemokrati Sali Berisha si mafioz, i cili ka paralajmëruar dhe shpalljen e tyre si terrorist. Noka pretendonte se Xhabafti bashkë me shoferin dhe një tjetër person po t'i tërsonin vullnetin e qytetarëve, ndërsa vetë ata janë shprehur se po votojnë si qytetarë të thjeshtë dhe se deputeti po i pengonte. I pranishëm në këtë konflikt ishte edhe një person i identifikuar si Xhoni Aslanaj, i cili mbante një beç të falsifikuar me emrin Arlind Popa. Këtë gjë e konfirmoi edhe një nga komisionerët në Vorë. Aslanaj është një person me precedent penal. Më herët ai është kapur me pistolet në një makinë të blinduar dhe shumë parash. Megjithatë, në njoftimin zyrtar të policisë së shtetit, u bë me dije se nën hetim është vendosur vetëm Noka për veprën penale, kanosja dhe dhunimi ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Ndërkohë, KQZ-ja ka revokuar akreditimet e të gjithë vëzhguesve në qendrën e votimit në Vorë, qendër që aktualisht po monitorohet vetëm nga mediat dhe ndërkombëtarët.